Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fëndimin të nësita këmet me Allah subhanahu wa ta'ala, sa ati përgjërom që të rafdrej dhe të begoj dërgojnë ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjellë. Të ndodhë lezër, historikisht, popujt edhe qytetrimet nuk bojnë histori vetëm me vlerat e tyne, po jo radhherë dhe bojnë edhe me tmetat edhe me dobësitë e tyne. Bile disa qytetrime ma shumë kanë hinë histori me pjesën e errët se sa me pjesën domethënë të ndritshme. Për shembull, populli i Shuaibit është popull historik, kuptimin që ka hinë histori, apo ka i përkeq. Ose populli i Medienit ose populli i Aikës që tek cilët është dërguar domethënë Shuaibi alayhis salam. Mirë po, përveç shirkut, edhe përveç përgënjeshtimit të pejgamberëve, populli i Shuaibit alayhis salam, sikur që tregon Kurani, e ka pasur një tmet tjetër. E ka pasur hilën në peshoje. Kur ka mot me hile. Ose e kanë pasur si karakter të përgjithshëm gjatë tregtisë, mos me qenë të ndershëm në ekonominë e tyre, saktësisht domethënë kanë qenë hileçar. Edhe në Kur'an kallëzohet disa herë historia e popullit të Shuaibit. Mirë po, në sësën kontekst që tregohet, teksa tregohet pjesa e tyre errët, tregohet edhe dënimi ekuivalent cilin Allah subhanahu wa taala ka dërguar për këtë popull. Për shembull, në surën A'raf, Allah subhanahu wa taala tregon se i ka thënë diçka që quhet rajfa. Domethënë dridhje e madhe, tërmet i madh. Sikur se vën domethënë në një narrativ. Aty në kur ka ardhur dënimi i ashpër i Allah subhanahu wa taala nëpërmjet dridhjes, nëpërmjet tërmetit, janë kthy duke qenë banor të shtëpive tyne, janë kthy në kufoma përmena shtëpisë. Dhe kjo ka qenë ekuivalente me atë që ata e kanë bën në raport me Shuaibin alayhis salam. Sa ata i kanë thonë Shuaibit kena me çit pi shtëpia. Domethënë ata i kanë thonë Shuaibit kena me çit pi shtëpia, Allah azhjeri ka mësuar me vdek ata në shtëpiat e tyne. Në surën Hud, Allah subhanahu wa taala tregon për dënimin tjetër që e kanë pasur populli i Shuaibit, që është as-sayha. As-sayha që është britma e madhe. Mirë po në të njëjtën sure Allah subhanahu wa taala tregon që prej mëkateve të këtij populli u kon që ja kanë ngrit zonin pejgamberit tyne. Domethënë ja kanë ngrit zonin atij i cili ka ardhur me ju udhëzu, domethënë dënimi ka qenë ekuivalent që ka ardhur dënimi me britmë. Në surën Shu'ara Allah subhanahu wa taala tregon që dënimi i këtij populli u kon adh-dhulla, një lloj reje që ka ardhur prej qiell. Edhe ata pinzeti të madh kanë kthyer me hin diku në hije. Edhe vjen ai momenti që, domethënë, prej çasa hije i vjen zjarri, edhe i ndeshkon Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo ka qenë ekuivalente se ata duke u tallë me Shuaibin se kanë thonit na çojë Allahu azza xal, ti që po pretendon që je i dërguar i tij, nit na çojë dënim domethënë prej qiellit. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë lloj dënimi. Edhe ka kallëzuar shumë detaje për këtë popull. Edhe ka treguar shumë çka për mëkatet e tyre. Mirë po, ajo shkon shumë rëndësi me kuptu. Domethënë, në kulturën tonë islame, a ka gjuna më të madh sa shirku? A ka gjuna më të madh sa përgënjeshtimi i pejgamberëve? Pse duhet Kurani çat shumë e fol se këta kanë bohilen në peshoje? Pse Kurani më fol çat shumë për një popull që domethënë jo kanë zhvlerësuar njerëzve domethënë në modrat e tyre, edhe nuk i kanë matën domethënë çu duhet. Keni vëmendjen çu që për shkak Allah subhanahu wa taala këtë deformim mentalitetin e tyre dhe këtë shturje domethënë morale që kanë pas. Sot wa ila Madyan akhahum Shuaiba. Ne tek Medieni e kemi dërguar vllajën e tyre që është Shuaibi. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. I cili u thoshte, o popull, adhuroni Allahun subhanahu wa taala, ju nuk keni një të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Mos bani hilen peshoje. Kur të shitni, kur të bleni, kur të bani tijaret me zveti, mos bani hilen peshoje. Thot inni arakum bi khair. Po e shoh që mirë i keni punë. Mirë t'ju jes dynjaja. Mirë i keni renat. Thot wa inni akhafu aleikum adhab yawmin muhit. Mirë po kam frikë që kam marrë dënim shumë i ashpër ndaj juve. Pastaj vazhdon ajeti. Ritheksohet edhe një herë e njëjta, domethënë. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. O popull, mani drejtësi teksa peshoni. Domthonjë jeni njerëz drejt teksa po peshoni. Çështja e tauhidit u përmend një herë. Çështja e peshojës po përmendet dy herë. Thot wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Edhe mos u zhleftësoni njerëzve senat e tyre. Një sen që kushton kaq, mos ja ul vlerën, më ia dhoni çmim që se meriton. E treta herë kundrejt tauhidit një herë. Edhe i thot wala ta'thu fil ardi mufsidin, edhe mos u bani fesadxhin tok. Mos shoni domthonë me shni, domthonë fesad. Keni vëmendjen domthonë, po përmendën 4 detaje, 4 mëkate, 4 shturje, 4 fenomene, 4 anomali që kanë bëjnë me ta. Kundrejt tauhidit që është një temë e madhe që aty si të kenë dallashi, çka është dobia me ditë pastaj edhe për shturjet e tjera. Sigur Allah subhanahu wa taala na tregon diçka. Ku na jep Allah shumë material për popujt e mëparshëm.
Ndoshta me vëmendjen edhe me hamendjen tonë mundem të thonë, a mundem veç janë kon mushrikin u kry domethënë ajo ku kanë lejthit. Allahu subhanahu wa taala na jep lënd për studim. Ju kallzoj shumë shka për këtë popull, analizoni kush janë kon, çysh kanë mujt me ardhen çat drejtë. Sikur se më na thon Allahu subhanahu wa taala, dikush që bën hilën peshoje, ja shtë hilën edhe besimit. Dikush ka ja u zhvlerëson njerëzve vlerat, i zhvlerëson pastaj edhe pejgamber. Domethënë, këta për me ardhen që aty e kanë pas një mentalitet shturur. Për me ardhen që aty e kanë pas një koncept domethënë të shturur. Edhe rrëdhëmisht domethënë kanë ardhur edhe janë bërë domethënë milet i prisht, kështu që Kurani jep hollësira jo për hollësirat. Për studimin e hollësirave për me ardhur me zbulu burimin e problemit. Edhe kjo është ajo që ja kum denoncuar më shumë sa në ligjata, na në popull shumë i dopt në zbulimin e burimit të problemit. Na mirë më shumë me pasojën. Na mirë më shumë episodin e fundit, se njerëz e cekt çështu janë. Amo njerëz të mençur nuk mirët me episodin e fundit, mirët me episodin e parë, mirët me burimin e problemit. Madje edhe nëse burimi i problemit ka të bëjë me njerëz të mirë, madje nëse burimi i problemit është te njerëz të devotshëm. Mirë me zgjidh problemin që me enal mos me shku tutje. Me zgjidh problemin që me enal mos me shku tutje. Për këtë arsye, duhet me u vetdisu, me u pasuru si individ, si shoqni me një vetdije kuranore, e cila mirët me burimet e problemeve, qofshin ato për problemet mëdha apo të vogla, edhe nëse burimi është i vogël. A disa problemi mund të qenë shumë i vogël burimi, po pasoja është pastaj domethënë shumë e madhe. Kështu që ata janë konën popull me mentalitet hileqar, edhe si rrjedhim, edhe ja kanë shti hilën akidës, edhe domethënë përcaktimit tyre në raport me pejgamberin. Ajo që kisha pas dëshirë me çem pyetja jonë vëllezër. Ku është burimi i problemit të fetarisë tonë që ka shumë farsë, ka shumë mask, ka shumë jo cilësi edhe ka rrëmje të shpejtë. Domethënë, nuk është që nuk investohet në fetari, nuk është që nuk dëgjohet, nuk është që nuk janë ngrit disa koncepte lart. A megjithatë, domethënë, pak rrin ato, pak kanë cilësi edhe bien. Domethënë, nuk është për diskutim, a fetaria jone shëndosh stabile edhe cilësore. Besoj këtë domethënë konsensualisht këtë edimi domethënë ku jena. Për arsye, kom pas dëshirë sot pikërisht në një ders për Ramazanin, edhe për përkushtimin në Ramazan, që zakonisht na jena të prirë me fol qysh kanë bëj ibadet selefi, edhe qysh janë izoluar dikush prej zahidave kështu me radhë, me e bëni pyetje. Pse po duhet temën e Ramazanit? Pse po duhet temën e devotshmërisë? Pse po duhet temat e bazave të fesë të njëjtën kohë me ligjeru, edhe për dikan që është klasa e parë vjet është udhëzu, edhe për dikan që i bie më kanë në studimet postdiplomike që është udhëzu që 20 vjet. Domethënë çdash me ligjeru çish i bën më kanë Ramazani i mirë. A e gjojmë këtë vetën? E gjojmë. E gjen edhe ai që udhëzu vjet, edhe ai i cili është udhëzu domethënë që 20 vjet. Diçka nuk ka të funksionu. Dykon një burim i problemit ekziston që domethënë ka një lloj shturje edhe një lloj vrime që çdo lloj investimi i hajrit domethënë po shkon poshtë. Saktësisht. Në serinë e një fakut, i mundu me dhoni përgjigje, mirë po sot po du me ritheksu një diçka, e cila konsiderohet që është burimi i problemeve të këtyre fetarive me farsë. Domethënë, na kena disponim fetar. Mirë po fatkeqësisht nuk kena konsekuencë fetare. Ose na kena ngjymje fetare, po nuk kena ngjyrim fetar. Ose na kena momente të mira fetare, nuk kena gjendje fetare. Ose edhe kemi domethënë trumbetim fetar, mirë po nuk kena domethënë shembulltyr fetare, edhe kemi dukje fetare, po nuk kemi domethënë mishërim fetar. Ç'i vije? Dikun ekziston një farë problemi. Mumi me thonë është e padituria. Kena drejt. Amo padituria dhe ka një burim, duhet me gjetë aloma tutje ku është burimi. Ose për shembull mumi me gjetë me thonë dembelia. Jo betë që s'podimi, po jena dembele edhe nuk po kena shumë disponim u kanë për kushtum. Prap domethënë mundesh me pas drejt, po ekziston një burim pak më natona se sa dembelia. Ose mundet më kanë për shembull mos rezistenca karshi joshjeve, ose mundet më thonë dikush për shembull mos gatishmëria për sakrificë. Këto që tu nuk janë burimi i parë. Dikuna lomën atona do të me allakat për me gjithë burimin, pse që të fetaritë tona janë domethënë shumë simbolike, shumë janë me ngjyme, edhe nuk janë stabile, edhe gjithherë shkojmë deri në bachelor apo kthehemi në klasë parë. Shkojmë deri në master, prapë kthehemi në klasë parë. Shkojmë dashka kujtim ku, prapë domethënë kthehemi edhe ka hapësirë sërish më kthyet mësimet e klasës parë. Kështu që unë konsideroj ndër vëllezër 10 arsye, që nuk po du mi përmend për arsye të kohës, lidhen krejt me një shkak, krejt me një burim që realisht është thelbi i kësaj ligjërate që në narrativën e popullit Shuaibit, nëse te populli Shuaibit mentaliteti i keq në tregti i bani mas promti mushrikin, mentaliteti hileqar në peshoje mas promti i bani mu ballavaxhu edhe mi kundërshtu pejgambert,
Ka diçka të që është një mentalitet i keq që të na prish fetarin, edhe është të na dobësu, edhe është të na shtin rreth të pafund të surollatjes. Unë konsideroj ndër vëllezër që keq kjo gjendje që na e kena sot është si rrjedhim i smundjes dhe i mentalitetit të pretendimit dhe shtirjes. Na shumë pretendojmë edhe shumë shtiremi. Edhe njëherë, gjithçka që e menon që nuk funksionon, nuk po hec, nuk po përparon, nuk po del në udhë të gatë, është se jena familiarizu me idenë e pretendimit dhe të shtirjes. Madje shtiren edhe pretendojnë edhe njerëz më të mirë. Madje janë komod të shtirja dhe të pretendimi edhe njerëz që i kena shembulltyr në fetarin ndoshta. Edhe nuk mundet me pas bereqet. Se këto janë ligjet e Allahut. Këto janë ligjet e Allahut, nëse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e përmend, ata kanë bë hile. Kanë bë hile në peshoj edhe kam jo përmend në Kur'an se i kanë hileçar. Domethënë, edhe më ron se hilja në peshoj është më kon ti, domethënë krejt mask, krejt aktrim, krejt pretendim, krejt domethënë shtirje. Për arsye kam dëshirë sonte me lenin Allah subhanahu wa taala me e prek pikërisht këtë pjesë. Na pretendojmë më shumë se sa jena. Edhe shtirmu më shumë se sa jena. Edhe për këtë arsye për shembull, shpesh na nuk përfitojmë pi ligjëratave që folet për Amazonin. A di për çka? Se na pretendojmë që kjo ligjërat elhamdullah po çetër kanë, unë do të them shumë mirë jam, do të them ti pretendimi o të penguar me përparu. Ose për shembull veni ders për tobën, ti shtirës që ti s'ke nevojë për tobën. Tobën është ai çka e ka kaluar natën diku tjetër. Jo ti. Apo? Edhe rrëdhemisht që kjo shtiri, edhe që kjo pretendim të ban ty vesh trup fizik në ders, nuk të ban që i kjo arme, domethënë me përfitu. Për arsye najna qëtu, edhe ecit e tona janë shumë ngadalshme, për arsye të kësaj smundjes së pretendimit, edhe të shtirjes, edhe na shkandollim. Çka bëjmë? Na vishemi me rrobat e asketit, zahidit, amo lakmin e kena të Karunit. Na vishemi me rrobat e selefit, amo mentalitetin e kena të xahilave të udhës. Na veshemi me rrobat e alimit, amo domethënë në gjuhën e kena të analfabetit. Na veshemi me rrobat e njerëzve të devotshëm, amo domethënë realiteti jonë është që jena më të lëkundshëm se sa njerëz të dehur me raki. Edhe shpesh domethënë e lujm edhe vishemi me rrobat e urtakut, po domethënë kurkun si kena as urtsin, as domethënë maturin, e aq më tepër domethënë që shumë shtirmu me ilm, realisht domethënë jetën tonë për dëshminë tonë është e përcaktu xhehli. Pyetja bazë e kësaj ligjërate është pikërisht kjo. Kujt na jena ty vesh? Ku na jena të aktru? Kujt jena ty shtir? Nëse fetaria nuk është me fituar razin e Allahut subhanahu wa taala, atëra kit me çiket shtirjen e ilmit të devotshmërisë, mos mbromti ti kush po do më mri. Mos mbromti ti kush po do më mri. Thot Allah subhanahu wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu. Ata dojnë mu lavdu për diçka që se kanë. Ata dojnë mu lavdu për diçka që se kanë. Fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab. Mos menos se këta kanë shpëtuar prej dënimit. Domthon veç që pushtirësh ka se ki, mos menon që këta kanë shpëtuar prej dënimit. Walahum adhabun alim, edhe kanë me pas një dënim shumë të dhimbshëm. Kanë me pas një dënim shumë të dhimbshëm. Domthon, këta nuk shpëtojnë sepse këta as nuk e çojnë menën që do të më përmirësu. Se përderisa do hani ki dhon drejt vetës mu certifikuar rrajshëm, na të devotshmit, na të udhëzumt, apo ti smenon asaj na që do të më bëj diçka pak më mirë. Thot Allah subhana, "Wa ma ana min al-mutakallifin." Thuaj o profet njerëz kur ti bësh davet, nuk jam tu shtir. Nuk jam tu shtir. Domthon edhe pejgamberi mi relaksu ata të cilët është i thirrë që nuk ka këtu kur gjë shtirje. Këtu gjithçka domethënë realitet. Kisha pas dëshim me menu bashkërisht për pak çaste rreth një realiteti. A ki respekt për dikë i cili ka me e lidh një marrëveshje me ty? A ki respekt për dikë i cili e ka ndërmend me hin marrëveshje biznesi me ty? Mirë, po domethënë ajo është zero në kapital, është domethënë i varfër skajshmërisht, edhe është domethënë i zhytur në borxhe. Mirë, po marrëveshja është marrëveshje oligarkësh. Atë marrëveshje mund me bë vesh super, domethënë njerëz të suksesshëm në biznese. Edhe çka bën ai? Shkoni vesh do rrobat në njëri të pasur, edhe merr një veturë luksoze të njëri të pasur, i thotë më duhet vesh një ditë. Vesh sa ta në shujë marrëveshjen. Edhe del me ty, edhe ta e përshtypjen që është domethënë njëri me shumë sipërmarrje, njëri shumë i arrirë e kështu me radhë, e në shkon ti kontratën, masi ta në shkoj kontratën e kupton që ky të është shtir. Është vesh me rrobat që janë të vetat. Është vesh me rrobat e të pasurit pa i qenë i tillë. A ki gjas me pas kokë respekti për këtë njeri? A ka mundësi ti për shembull me rujtën qoftë edhe lidhjen me këtë njeri? A di pse do të më bëj çka pyetni vëllezër? Se na jena çështu shumicën e kohës me vetveten, në vazhdimsi na rrejm vetveten. Në vazhdimsi, për shembull na kur ngojmë ders për Amazonin, çish ngojmë?
qysh me shtu e përkushtimin, sikur se na jena të përkushtimin, na vesh kamet me pështu. Na nuk gomin ders për shembull të shmu pendu për rasmin Ramazan. Se na shumë pak e shohim vetën te safi gjinaçarëve. A është i qartë? Ndaj e shënim Muhamedi Buhariu Muslimi për Esma'es radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Ai cili shtiret me diçka se ka. Është sikur se ti ke zhvesh dy rroba të rrajshme. Është sikur se ti ke zhvesh dy rroba të rrajshme. Do të thonë që kjo dy rroba të rrajshme, në interpretim është domthon kjo dy fesh gënjeshtar, dy herë rrans. Se u paraqit me diçka se ka. Në interpretim tjetër dieton kanë thonë, në të kaluamën pas ka qenë dikush, një njeri, i cili paraqitjen edhe autoritetin edhe karizmën e pas ka pas njëri të fuqishëm. Edhe që ka ndodh, ai asnjë projekt suksesshëm se ka pas. Mirë, po kur është dash dikun me dëshmu rrajshëm, ky u kon nga dishmërinë. Kuptimin që u ka një problem mes dy tregtarëve, u dash një tregtar me ardh ndihmë, një dëshmitar, ky vetë kanë bëmi rrobat, vesh në çish do të mu vesh, edhe unë vin dëshmoj për ty. U ka një problem mes dy bujqve, ka thonë vesh bëmi rrobat, edhe unë e vishem, çish do të mu vesh, edhe vin domethënën, edhe dëshmoj për ty. Edhe pi aty ka met, ai shka u vesh me dy rroba të rrajshme. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai i cili shtiret me diçka se ka, sikur se ti ke zhvesh dy rroba të rrajshme. Imagjino dy rroba të rrajshme, dietarët e kanë përmendur në librat e mëkateve të mëdha. Imagjino me bëmi pasën disa rroba të rrajshme. Disa, domethënë jo 1, 2, 3, më po domethënë disa e të asnjëna mos më kanë për një me Allahun subhanahu wa taala. Pra sy kisha pas dëshirë me bëni pyetje e që me hintem. Pse kaq shumë derse? Pse kaq shumë domethënë Ramazane që ka përsy? Pse kaq shumë domosdoshmë mësime? Pse kaq shumë davet? Shumë çka? Kaq shumë mirë, po nuk e japin efektin e duhur. Domthon sikur gjithçka kthejmë pikën zero. Sikur gjithherë domethënë apet duhet me fol sikur prej klasës parë. Përgjigjja është e shënon Imam Muslimi prej Thabit ibn Dhahakit, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men da'a da'wa kadhibatan liyatakaththara biha lam yazidhu Allahu illa qilla." Thot kush shtiret me diçka se ka, për mushit që ka më shumë, edhe për mu paraqit që ka më shumë, Allahu kam ja paku çat sen. Mon shitër që ki takvallëk pa e pas, ka mu tu paku. Shitër që ki ilm pa e pas, ka mu tu paku. Shitër që je njeri i kësaj vlerë dhe asaj vlerë pa e pas, domethënë ka mu tu paku. Domethënë, secilën situatë që ka mu tu paku, domethënë mundesh me nënkuptuar që u kon investimi joti më u shtir me shtu pa vlera. Me shtirje jo me realitet. Për shembull, ne kemi apo në vëllezër këtë në realitetin tonë. Për shembull, ka pas vllaznimin sin ton që kanë pretenduar tauhidin më shumë se imamat e tauhidit. Sot nuk e din ku është xhamia. Ose të tjerë që kanë pretenduar sunetin më shumë se imamat e sunetit, tash nuk e din ku është kibla. Se kjo rregull, shtiresh me diçka se ki, më shumë se sa e ki, shkon tu paku se kjo është rregull e Allahut për njerëzit që shtiren. Për arsye, gjithherë në jetë, nëse e shton pretendimin, Allahu ta nol bereqetin. Nëse e shton pretendimin, që është ato 5 Ramazanat e kaluara, ti e koni mirë, ka gjas kjo Ramazan më koni dështum. Nëse thu ja, Allah më fal, inshallah kur çasi Ramazan, inshallah veç më të mirë. Duke mos pretenduar që ki bë diçka, ka gjas më bë ky Ramazan më mirë se sa Ramazanat e kaluara. Për arsye, ai i cili shtiret, edhe paraqitet me diçka çka se ka, realisht domethënë edhe i shëmtohet fytyra, edhe i shëmtohet realiteti, edhe nuk është më yrnek edhe model për kërkan. E shënon Imam Bayhaqiu për Omerit radhiyallahu anhu që i ka thonë Abu Musa Ashariut i ka dërguar letër dhe i ka thonë: "Wa man tazayyana lahum bima laysa fi qalbihi shanahu Allah." Kushdo që zbukurohet, kushdo që shitet, kushdo që paraqit me diçka se ka mrena, le ta dije se Allahu ka me e shëmtu. Kushdo që bën kësaj, Allahu ka me e shëmtu. A dini sa është e frikshme që kjo? Domethënë na në vazhdimsi themi najna fetar, najna tullzum, najna në Kur'an dhe Sunet, najna nullën e selefit. Imagjino me bëmë kon çtu pretendime. Imagjino që tu me bëmë konën jo realitetet të prekshme dhe të vërtetueshme. I bie që tu pretendu, jena tu investu me hub. Tu pretendu, jena tu investu, domethënë me hub sipas fjalës e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lam yazidhu Allahu illa qilla. Allah veç kam ja paku. Kush pretendon që e ka pa e pas, Allahu domethënë kam ja paku. Kështu që a dojmë Ramazan të frytshëm? A dojmë inshallah Ramazan të ndryshimit? A dojmë Ramazan me bën ngjarje të mëdha në jetë? A dojmë hin në xhamatin e ibadetxhive të mëdha dhe adhuruesve të mëdha? Heqi
edhe flaki pretendimet edhe vishu me rrobat e tua të vërteta. Domthon, si ta bëj çeket, me lenin Allah subhanahu wa taala kemë pas shumë sukses. Kjo është formula, saktësisht. Ne kena vesh 19 muaj rrobat e njerit devotshëm. Shkojmë derse, jena fetar, falmu, jena të përkushtuar namaz me xhamatin do vepra. Jena vesh me rrobat e njerit devotshëm. Heki çto rroba, edhe veshi, fali vetes në sy, ti e gjunaçar, edhe çto janë rrobat e tua origjinal. Ktu qirat nuk janë origjinal. Domthon, shumë herë ato ti më pretendu që jetë çato rroba. Ose i kena veshën, domethënë në rrobat e domethënë fetarit pa lukundur, edhe domethënë është mirë, domethënë mi thon vetes shumë udh ka ti për mi vesh të rroba. Kështu që i hekni këtu shek i vesh rrajshëm, edhe i vesh ato të cilat duhen domethënë origjinale që i synon. Kështu që njeriu ndër vëllezër nuk mundet për mi rroba falls me vesh rroba origjinal. Nuk e bën këtë njeriu arsyeshëm. Domethënë ti po synon me e pas rrobë tënde devotshmërinë. La'allakum tattaqun, bani devotshëm në Ramazan apo? Njëri i hek këto rrobat e rrajshme, falls, e pastaj domethënë i vesh rrobat me lenin Allah subhanahu wa taala që janë origjinale. Mirë po, deri sa ta vesh mi rrobën e devotshmërisë, deri sa ta vesh mi rrobën e zuhdit, deri sa ta vesh mi rrobën e urtësisë. Cila është rroba që neve na ka më shumë të hije? Cila është tesha që është më origjinal për neve? Ose cila është domethënë rroba e cila kurkush nuk dyshon se çfarë është rroba jon. Si për shembull dikush kur e hub lirin edhe e burgosin, edhe e hapin një par rroba që janë të përshtatshme për njerin e burgosur. Ose sigurisht njëri kur e shkon te puna edhe në veshtori i kallëzohet që kjo është uniforma e punës, apo? Nuk kena dyshim se çajo e çatyne. A jena sigurt që na e dimi cilat janë rrobat e tona? Rrobat e tona që nuk janë fryrje, janë realitet i plot 100%. Kurkush nuk dyshon, asnjë argument nuk e vën në pikpyetje që çato janë rrobat e tona origjinale. Me që ato mos u bën marak hind domethënë Ramazan edhe kur dush, sepse me lenin Allah subhanahu wa taala domethënë kimë dal mirë. Ato rroba vllazni, që janë origjinal, të mijat edhe tuat. Të mijat edhe tuat. Edhe që sa herë na kanë hije, na rrin për trupi. Edhe sa herë na kanë hije, edhe na hieshojnë, janë rroba e tobës edhe el inabes. Mu pendu për gjunat, edhe mu pendu për gjendjen e keqe. Tobeja për shkak në avo, edhe el inabe që nuk pajtohen me realitetin ton. Çto neve na kanë hije. Si dalmi për çdo rrobave, jena tu shtir. Si dalmi për çdo rrobave, na jena me çetë ngjarje që nuk ka realiteti jon. Edhe Allahu a'lam ku kam na kushtu, edhe ku kam na dal. Domethënë, po bëjmë ben Allahun, nuk ka rrob më origjinale se mo vesh si i pendum edhe njëri që rrit te dera Allahut me kërku falje. Çi kjo rrob origjinal. Edhe çi kjo të shkon për shtati, edhe çi kjo të vën mirë, edhe çi kjo nuk kurit kurr. Kur nuk mundesh me dyshu njët, më thon dikush, pse vllai të vesh këtë rrobë nuk është e jotja. Nuk ka një moment që nuk është kjo rroba jote. Kjo është gjithherë rroba jote me lenin Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kjo është domethënë ligjërata. Apo do mu më këm në Ramazan, apo do më ngrit një ngjarje të madhe në Ramazan, duhet me botobe. Duhet me botobe, duhet me bëj inabe, duhet më kthy fort te Allah azza wa jall. Thot Ibn Qayyim rahimullah. Wa kullama shahidta haqiqat ar-rububiyyah wa haqiqat al-ubudiyya. Thot sa herë që e sheh dhe një Allahun kush është Allahu hak, edhe sa herë që e sheh realitetin tanë si rob, arafta Allah, e një Allahun, wa arafta an-nafs, e një vetveten, wa tabayyana laka anna ma ma'aka min al-bid'a la yasluhu lil-malik al-haq. Thot bindesh që apo keq këtë fetari që ki pas, apo nuk ka fetari që do të çështu mja që Allahu, se kjo s'është e denj. Allahu meriton më mirë. Domthon ti bindesh sa herë që një Allahun thua, marrësh që me shkut Allahu çështu, duhet mu përmirësu, duhet me kërku falje, duhet çetë namaz, duhet çetë xhirim, duhet çetë dhikr. Jo mu veshë ti e ibadetxhia, ti mohon shembulltyr. Gjithherë dush mu bind që domthon alo kurkun si. Thotë Ibn Qayyim sa herë që një Allahun, çtohet bindja që ke çka e kish, apo mendon që ki diçka. Thotë thu çype, që kjo kam i shku Allahu subhanahu wa taala. Thotë walau ji'ta bi'amali thaqalain khashita aqibata. Edhe me bën pas veprat njerëzve dhe gjendve. Këtë veprat e mira që kanë bën sant. Edhe këtë veprat e mira që kanë bën gjend, thu Allah alem çka më konfuni jam. Allah alem çka më konfuni jam. Edhe thot wa inma yaqbaluhu bi karamihi wa judihi wa tafaddulihi. Edhe bindjen e kiçë nëse të pranohet diçka, o të ta pranoj Allahu veç se është bujar, jo që ti e meriton. Thot wa yuthibuka alayhi aidan bi karamihi wa judihi wa tafaddulihi. Edhe nëse të shpërblen o të shpërbly veç se është domthon shumë bujar. Ja që ti domthonën, çat shumë me ta. Kështu që a kena mrina çdo me pas çket bindje që kej çka kena bën 11 muaj, çka kena bën Ramazane, çdo 10 vjet, çka hatme, çka Kurane, çka namaz xhamat. Këtë më thon, a be këtë më kanë pranuar prapë si malli lisht.
si produkt o i dopt, Allah s'është me thonën, do me thonë ballhapur me thonë me shumë krenari me thonë që kjo është, jam i sigurt se që kjo është edem për më ngritë Allahu subhanahu wa taala. Nëse kena mbri, atëherë do me thonën dia na ka tregu që veshja jon origjinal është tobe. Nëse nuk kena mbri, atëherë i bie që rrobat falls, çat që kontrona s'na kanë lënë munis hiç. Do të thonë s'na kanë lënë hiç me boudh, se sa më shumë veshje rrobash të falls që ki, çaq më hapat e ngadalshëm domethënë drejt Allahut, kështu që këtu janë dy opsione. O je nis, edhe ki mbrin çdo të çka domethënë Ibn Qayyimit, ose je nis hiç, e s'ke pas ç'më mbrin pa unis. Për arsye, sonte kena me provu munis të çka domethënë. Pa më parasysh kush ka mbrin, ku ka mbrin, sonte kena me provu me len Allahu subhanahu wa taala munis me ardhen të çka domethënë që na vesh me rrobat tona origjinale. Na kthen të rrobat e tona të realta që nuk kena asnjë moment dyshim se çato janë rrobat e tona, domethënë që janë rrobat e pendimit dhe kërkimit të faljes së Allahut tek Allahu subhanahu wa taala. A dini që prej sureve të para që ka zbritur Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam surja Al-Muddathir. Edhe pe ajeteve të para, imagjinoni viti i parë i profecisë. A di çfarë do të thonë kjo? Nuk ka më vetë as mas 5 vite, as mas 10, as nuk ka mas 3 vjet ka duru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët aty në ato lugina. As nuk është ato sprova që ka pasur në Medinë. Në vitin e parë të shpalljes, zbrit surja Al-Muddathir, ku mes tjerash Allah i thot: "Wala tamnun tastakthir", mos i përmend veprat e mira më të duk shumë. I kuna i thot çështu. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma'sum, i mbrojtur për gjunave, i thot mos i përmend, mos i shif punët tua që janë shumë. Domethënë, nis mi përmend, nis mi numëru, nis mi pa vepra, domethënë, Allahu pa lemon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, imagjino çfarë dashni Allahu ka për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, e nal pish saj. Që të mos gabo. Mos gabo veprat e tua mi pa shumë. Mos gabo domethënë namazi jo, dhikri jo, sadakoja jote, ibadeti jot, përkushtimi jot, mu të dog domethënë që është domethënë shumë. Kështu që kjo është emet e Allahu e ruan për kësaj tmete edhe një pejgamber. E ruan domethënë një pejgamber, a imagjino domethënë ky pejgamber është i patmeta në fetarinë e tij, në proklamatën e tij, e çysh domethënë e ron mund të thonë kjo, mu të dog veprat shumë, nëse domethënë i kena konsideruar domethënë edhe mëkatet e tona. A di çka i bë kjo vllazni? Për shembull, nëse na himi në Ramazan, edhe thuj bona 5 hatme. Edhe thuj kum falën 2 javë namazet këtë me xhamat. Ose thu që një 15 taravia s'm kanë hik. Ose thu për shembull që 2 javë dhikrin e mëngjesit ndromë se kam bën më rën. Çi kjo që ti përmend një të dash me ardh që bona shumë. Të fjala shumë. Kuna po do më kallzu që shumë. Apo do më kallzu shumë atij që nëse i rri këtë jetën sesh dhe on shpak. Domethënë nëse s'kim rrin që domethënë atë shak i kuptu pi ubudies edhe. Domethënë prej rolit edhe rrobës tonë të qenit domethënë robi Allahut subhanahu wa taala. I thuhet kështu i pejgamberit: "Wala tamnun tastakthir", mos i përmend, mos i shih veprat, edhe më të dog domethënë shumë, po hajde e këshymi çka tem nga një botë tjetër. Jo një botë e profetëve, po një botë tjetër. E shënoi Tabarani në Mu'jam al-Kabir, Shalbani thotë hadithi ose sahih për Hakimin e Hizamit, thotë bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi id qala lahum. Në ardha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kemë shokët e vet dhe ju tha: "Tasma'una ma asma'?" Ai në tuni sham tuni ona? Thoin: "Ma nasma'u min shay." Nuk ina tuni kurrë Rasulullah. Tha: "Inni la asma' atita as-sama'." Thotë jam tini krismat e qiellit. Jam tin dëgju do krisma, do zhurma të qiellit. "Wa ma tulamu anta id." Edhe sot çudi që është të bëj zhurmë qielli. "Wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alayhi malakun sajidun aw qa'im." S'ka pllom qiell veç është një engjëll, ose është domethënë në sejdë, ose është në qiyam. Qielli o tu ranu prej adhuruzve të shumt, që janë të bëj ibadet ditë e natë. Kush janë këta? Janë engjëjt përkryer, që nuk ndërshkohen, që nuk janë të predispozuar me mëkate, ja janë sejdë, janë qiyam. E shënoi Imam Hakimi, Shalbani thotë hadithi ose sahih prej Selmanit, thotë yudha'u al-mizanu yawm al-qiyamah. Vendoset mizani në ditën e gjykimit. Fala wuzina fihi as-samawati wal-ardu lawsi'at. Me bëmi pasit qejtë dhe tokën e kish bajtën. Peshoja e ditës së gjykimit. Fa taqulu al-malaika ya rab liman yazinu hadha? O Zot, kush ka mu peshu këtu? Allahu azza wa jalla thot: "Liman shi'tu min khalqi." Thot kanë du pikresave të mia çtu kam peshu. E melaqet thonë: "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." I patmeta dhe i shenjti o Zot, nëse kena boj ibadet ty që meriton. Allah s'kena adhuru ty që meriton. Pastaj
thot wa yudau siratu mithla haddil Musa. Pastaj vendoset thot sirati i cili është i mprehtë. Edhe engjëjt thonë ja Rab, men tujizu ala hadha, o Zot, kuna kemi mësuar me ka përsy këtë urtë siratit? Thot men shi'tu min khalqi, kanë du për krijesave të mia. Edhe thonë engjëjt, i patmet edhe i shenjti o Zot, nuk të kena adhuru ç'e meriton. Nuk të kena adhuru ala çysh domethënë e meriton. E përmend Ibn Kathirin në tefsirin e tij, duke e cituar vetë senedin edhe duke vlerësuar për të mirë, e që burimi origjinal është një prej librave më të hershëm, prej Adi ibn Arta, që kanë një dikam për sahabët për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke dëgjuar Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Inna lillahi ta'ala malaikatan tur'adu fara'isuhum min khifati." Janë disa engjëj të Allahut që rrinë të ankohen në një tronditje dhe dridhje për frikës Allahut subhanahu wa taala. Ma minhum malakun taqturu minhu dam'atu min 'aynihi illa waqa'at 'ala malakin yusalli. Edhe thot nëse një engjëll kanë, lotë e tij nuk bin diku tjetër vetë se një engjëll poshtë tjetër që ashtu kajt. Wa inna minhum malaikatan sujudan mundhu khalaqa Allahu as-samawati wal ard lam yarfa'u ru'usahum wala yarfa'unaha ila yawm al-qiyamah. Edhe thot janë disa engjëj që Allahu subhanahu ka lënë vesh për sejdë, prej momentit që kanë rënë sejdë, nuk e ngrisin kokën derisa ndodhet kiameti. Rrin gjithmonë domthon sejdë duke i bërë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Wa inna minhum malaikatan ruku'an lam yarfa'u ru'usahum mundhu khalaqa Allahu as-samawati wal arda wala yarfa'unaha ila yawm al-qiyamah. Edhe disa engjëj tjerë Allah azza jalla ka kriju vetëm për ruku. Rrin ruku edhe nuk e ngrisin kokën derisa ndodhet dita e gjykimit. Fa idha rafa'u ru'usahum nadharu ila wajhi Allah azza wa jalla. E kur dhia e ditë që kanë drejt me ngrit kokën. Kur dhia e ditë që ta krijesa që kanë me 10 mira vetë në sejdë. Krijesa që kanë qëndruar me 10 mira vite në ruku. Vend ditë thot ngreni kokën me pa Allahun subhanahu wa taala, thot e kshyrin fytyrën e Allahut dhe thonë Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. O Zot, i shenjtë dhe i patmeta e ti, nuk të kena adhuru që shu dashtë. Nëhon, kanë nejtë në sejdë dhe ruku, sa kanë egzistu, edhe kur ta shohin Allahun në madhënin e ti, thonë nuk kena adhuru që shu dashtë. Kështu që, një krijes që veshët me këtë robën e realitetit, ma abadna haqqa ibadatik, nuk të kena adhuru që shu dashtë, a di që shduket. E shënon Imam Taberani në Mu'jam al-Awsat, Shalmoni thotë që hadithi është sahih. Jabir ibn Abdullah, thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, marartu leylata usriya bi bil mala'i al-a'la. Thot atë ditë që ka ndodhur Israja, thot kanë thue tek një turm e engjëve në qiell. Wa Jibrilu kal hilsi al-bali min khashyati Allah azza wa jall. Edhe kum pa Jibrilin alayhi salam, i shkon sikurse një shtroj, ato shtroja që i vendosin njerëz në kur ulën. Thot sikurse një shtroj e stërmbushur me ujë prej frikës për Allah subhanahu wa taala. Domthonë e kish marrë një lloj për ulje, sikurse kur për ulet një mbulesë ose një shtroj prej ujit të madh, domthonë që i është vë, domthonë sipër. Menon e çeket, i thuhet një profetit, mos më të dog shumë ibadetet e tua. Edhe engjëjt thonë, o Zot, s'kena adhuru që shu dashtë. E ku është vlera e përbashkët e engjëjve dhe pejgamberëve? Është domthonë njohja Allahu subhanahu wa taala. Është njohja e Allahu subhanahu wa taala. Është njohja e hakut të Allahut azza wa jalla. Që i bie roba origjinale jona në vëllezër është roba e xhahilit se na si na të njoft Allahu. Na pretendojmë që na vesh me ilm, a na të vesh me xhehel, se vesh një xhahili dokën veprat shumë. Vesh një xhahilit i dokën që do bësh shumë. Ama e shka një Allahun thotë çështo. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Nuk kena adhuru çysh u dash domethënë me të adhuru. Kështu që me pas ditë na më shumë kish më shku ka çka frym, ka çtu domethënie, ka çtu kuptime. Po pi xhehelit madh, najna domethënë diku tjetër, kështu që më e keq ndër vëllezër, më e keq kjo ngjarje është që përpos që u na dog vetja shumë fetare dhe shumë ibadetxhi dhe shumë mirë, domethënë na krejt shtirjen e kena edhe të pjesa që i harrojmë edhe nuk i kena konsideruar domethënë mëkatet edhe dobësitë e tona. Engjëjt pa mëkate kanë thonë s'kena dhëu ç'është duhet, e imagjino domethënë ç'është domethënë halli joni mëkatarëve. Ibn Qayyim rahimullahu thotë kështu. Është përmendur një prej israelatëve që është thonë kësaj njeriut. Ja insan, i'raf nafsaka ta'rifu rabbak. O insan, njehe vetën kimë njoh Zotin. Njehe vetën kimë njoh Zotin. Domthon pa njoh vetën si dobët, pa njoh vetën si një gjinaqar, pa njoh vetën si i lëkundshëm, pa njoh vetën realitetin që s'mundesh me njoftën Allahun subhanahu wa taala. Ibn Qayyim rahimullahu kur e shpjegon thotë kështu: وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. Sa që robi e njeh vetën,
duke e njohur mangësinë e tij, tmetat e tij, varfëninë e tij, poshtërsinë e tij, dobësinë e tij, thot vetë çka i shtohet dija edhe njohja për Zotin e tij që është i plotfuqishëm, edhe pa asnjë net. Kështu që çka me fitu na me çka të njohje. Nëse arrijmë me ardhen të çka njohje, çka fitojmë? Thot Ibn Qayyim rahimullah. An hadha al-mashhad yu'arrifu al-'abd. Thot që kjo, me arë njerin që ketë meditim, me arë që ketë analizë, thot ka me arrit njeri me pa, ennehu ajizun daif, ka me pa që është i paaft edhe është i dobët. Fatazulu anhu ru'unatu ad-da'awi, e si ta more vesh që ketë, hek dorë për pretendimeve. Si ta more vesh që ketë, nuk pretendon mo. Kej që ato tituj, shka e ka më vetës, thot, tu nuk janë të mijet. Hek dorë, prej shtirës edhe prej pretendime. Wal idafatu ila nafsi, edhe në kohë që ka një punë të mirë, nuk thotë e kom pi vetës. Thotë është elhamdulillah bujaria e Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta Allahut u mësua që këtë ibadet, ndoshta në hajër i shtëpisë, ndoshta në hajër i fëmijëve, ndoshta amu jo që unë jam i denj, jo që unë e meritoj. Thotë wa ya'lamu anna laysa lahu min al-amri shay, dhe bindet që puna e tij është kurkun hiç. Çështja e tij është kurkun hiç. Si të vish këtu, me lejnë Allahut kemë njoftë Allahun ç'është duhet. Domethënë u dashka me mrritën që tu, mu liru prej pretendimeve, mu zhvesh prej rrobave të rrajshme. Ka si thotë Ibn Qayyim rahimullah. Thot fa hadha sha'nu man arafa ma yanbaghi lillah. Ina tu fol thot për ata njerëz që e dinë çka meriton Allahu. Është qartë. Nuk ina tu fol për ata njerëz që pak fe kanë edhe i do ku sigur Allahu borxhi ka këtij diçka. Thot ina tu fol për njerëzit që e dinë çka meriton Allahu subhanahu wa taala. Wa yaliqu bi jalalihi min huquqi al-ubudiyyati wa shara'itiha. Edhe din se na çish duhet me e bën ngjarjen që na robër të Allahut subhanahu wa taala. La jahla ashabi ad-da'awi wa shatahatihim. Nuk kena të fol për ignorancën edhe dokrat e njerëzve pretendues. Nuk kena të fol për fillmaxhit që pretendojnë fetari. Ina të fol thot për ata të cilët e din çka është ubudia. Thot wa qala ba'd al-arifin, pas ka thonë dikush për njerëzve devotshëm. Meta radita nafsak wa amalaka lillah fa'lam annahu ghayru radin bih. Thot çat moment që je razim me vetveten dhe gjendjen tonë dhe veprat e tua, dije se Allah është razim me ty. Se përderisa je bind që gjendja jote është e mirë, veprat e tua janë për mashallah. Moment që bindesh që domthon veprat e tua janë ç'është duhet, kjo është shenjë që Allah është i kënaqur me ty. Ai me cilin Allah është i kënaqur, ja mundson ç'shtu me pa veten. Me pa me përbuzje, me pa veten që s'ka bë kurrëç, me pa veten duke mos ia bë domethënë vetës rrafsh, po duke e qurtu, o men arafa anna nafsuhu ma'wa kulli aibin wa shar. Po ti thotë insan, ti e di se nefsi jot është të mbledh këtë borllogën e dunjos. Shka ka borllog, shka ka të keq që këtë ty të ardh. Thot wa amaluhu urdatan li kulli afatin wa naqs. Ti e di se çatu veprash ai këtë me defekt i ki. Ti e di këtë punë. Ti edhe e di se i dop ti me rujt nefsin edhe shpirtin, edhe kënaqi ti po veprat e tua që për një defekti. Kejfe arda lillahi nafsuhu amalat. Qysh po ta merr se Allah është razim me çdo vepra. Kat ka ardhur kjo bindje se ti je shumë mirë me Allahun subhanuhu teala. Kat ka ardhur ti të pa realitetin. Një të pa realitetin. Nuk kena tu fol diçka domethënë hipotetike, kena tu fol për realitet. Që kjo rroba jon. Këto tjerat janë shtirje, këto tjerat janë domethënë aktrem edhe pretendim. Walillahi darru shaykh Abi Madyan haythu yaqul. Thot halali kofni shehi që ka thoni laf. Men tahaqqaqa bil ubudiyya. Kush o rob për një me. Thot kush vend të ubudia të shikahije, kush bëhet skllav i denjë Allahu subhanahu. Nadhara af'alahu bi'ayni ar-riya. Sa që i shef veprat e veta thot mos ka këtu sjofatsi. Thot wa ahwalahu bi'ayni ad-da'wa. Edhe sa që një punë shkon si gat mirë i ka situatën e fetaris, thot mos jam tu pretendu. Thot wa aqwalahu bi'ayni al-iftira. Edhe lafet e veta thot mos jam të ndreq. Wa kullama 'azama al-matlub fi qalbik sagharat nafsuka 'indak. Thot sa herë që synimi jot është i madh, nefsi jot është i vogël. Sa herë që një synim e kit madh, karshi që aty synimi për marrën që synimi jot, nefsi jot është i vogël. Wa tada'alat al-qimatu allati tabdhuluha fi tahsili. Edhe çka duhet me dhon për marrën të çaj qëllim, bën se një lir. Çka duhet me dhon për marrën të çaj synim, bën se një lir. Domethënë, çka fjalia e fundit e Ibn Qayyim rahimullah është këshilla jeme për këtë Ramazan. A do më shumë për kushtim? A do më shumë ibadet? A do më shumë shkallë? A do më shumë ngritje? A do më shumë hatme? A do më shumë falje mëkate kështu me radhë?
wa kullama azuma al-matlubu fi qalbik saghurat nafsuka indak. Sa herë që nisën me kimat madh, nefsi jot, shpirti jot është më i vogël. Edhe thot wa tada'alat al-qima allati tabdhuluha fi tahsili. Edhe çka do të më shpenzu, më dhon, më sakrifiku për marrjen të qëllimi, ka më kanë domthonë diçka domthonë shumë e lirë. Çka më dosh më thonë me çka ligjrat që më e përmbledh. Jo vetëm Ramazani, jo vetëm periudha se je i ri, jo vetëm periudha e sezonave të adhurimit që dush më kanë pak më i përkushtuar. Nëse do më çun kom mirë në ibadet, edhe mu më këmb, edhe mu ri më këmb, edhe me çit shtylla të fuqishme të ibadetit, dosh më art të çka vedie. Patjetër. Po se edhe të çka vedie, janë emocione. Po se edhe të çka vedie, ki momente të mira fetare, mos ki gjendje të mira fetare. Po se edhe të çka nuk ka istikamet gjatë në program të madh të ibadetit, thotë Ibn Qayyim rahimullah. Wa kama anna istikthar at-ta'a dhanb. Thot më të dog veprat e tua shumë është mëkat. Vesh moment që tu ka dog, që ki bësh shumë është gjuna, po thot. Thot wal arifu man saghurat hasanatuhu fi 'aynihi. Thot a dikush është i badëxhi për një. Çaj që kejt veprat e veta i dokën të vogla dhe i dokën pak. Pa më parasysh ka bëu gjithë, nuk ka ky tu maru, ky beson. Ky nuk ka që ti tu do me bind veten e pi modestis mos e sheh veten mirë. Jo, unë që ky jam. Ky e sheh për një mend që s'ka bëu kurrë. Thot kejt ibadetet e veta, kejt veprat e mira që i ka bëu, kejt sevapet që i ka bëu, kejt i duken pak. Thot wa 'adhum adh-dhunubu 'inda, edhe sa herë gjunat e veta i duken më të mëdha se sa janë. Wa kullama saghurat al-hasanatu fi 'aynik kaburat 'inda Allah. Ama thot dinë sa herë thot që punët e mira i shihni si të vogla, te Allah kanë më bë të mëdha. Si ti thuj vetës pako kjo, te Allah ka më bë shumë. Si thuj vetës shumë pako kjo për hakin e Allahut, Allah ka më bë shumë sot e pas që ti jetë çështu të ndje. Wa kullama kaburat wa 'azumat fi qalbika qallat wa saghurat 'inda Allah. Edhe shumë vepra të mëdha që ki bë për Allahun. Si ti shifsh të mëdha kanë më bë të vogla te Allah. Si ti shifsh të mëdha kanë më bë të vogla te Allah subhanahu wa taala. Was-sayyi'atu bil 'aks. E njëjti rregull thotë është për gjunat. I shet gjunat si të vogla bën të mëdha. I shet vogla të mëdha bën të vogla te Allah subhanahu wa taala. Wa man 'arafa Allah wa haqqahu wa ma yanbaghi li 'azamatihi min al-ubudiyyah. Do të kush e njeh Allahun hak çu çdo. Edhe kush e di hakun e Allahut, sa i madh është haku i Allahut që do të më adhuru. Talashat hasanatu 'inda. Thot i hupin sevapet e veta si shekurkun. Mon kur e sheh hakun e Allahut, këshir djath të majt ku janë sevapet e mia nuk i sheh pi trishtimit të madh çka kanë bënë për këtë Zot të madh. Thot sa herë që e njeh Allahun hak, edhe hakun e madh të Allahut, sa më shumë që e njeh Allahun, të hupin thot pisyve. Si sheh më thot veprat e tua të mira. Thot pastaj wa saghurat jiddan fi 'aynihi, edhe thot edhe nëse o ti po thot dikun larg, shumë të vogla janë thot, nuk ka të me zot i vrejtën çka ka bën. Wa alima annaha laysat mimma yanju biha min 'adhabi. Edhe i shtohet një bindje. Thot me çka vepra pak, zoro me pështu tek Allah. Me çka vepra pak, zorosh me pështu tek Allah subhanahu wa taala. Wa ana alladhi yaliqu bi 'izzatihi wa yasluhu lahu min al-'ubudiyyah amrun akhar. Edhe disha thot, ajo shka i ka hije për Allahun, ajo shka i ka hije për madhërinë e Allahut, ajo shka është për krenarinë e Allahut, definitivisht do diçka tjetër, ajo s'kam rrinë aty. Definitivisht do diçka tjetër, alone nuk jam aty. Kur vjen kjo? Kjo vjen kur e njeh Allahun, pastaj kur e njeh vetveten edhe realitetin tan. Wa kullama istakthara minha istaqallaha wastasgharaha. Edhe sa herë thotë që i sheh veprat shumë, sa herë që bën më shumë vepra, gjithherë shkon me çket vedi duke i pa atu si më pak edhe si më të vogla, li'annahu kullama istakthara minha futihat lahu abwabul ma'rifati billahi wal qurb min. Thotë a di pse ka thotë që ka të relaksuar këtë temë. A di pse ky kurs i sheh veprat e veta të mëdha. A di pse ky sa herë ja bën vetes bajat. A di pse ky sa herë rri thotë te dera e fukarallëkit para Allahut. A di pse ky sa herë rri te dera e gjynaçarit te kursi e kështu tesha. Thotë se ky sa herë që bën vepra edhe i sheh si të vogla, Allahu e shpërblen me do kuptime edhe me një afërsi që se ka që tërkush. I ka ky do ndjenja, i ka do kuptime, i ka do futuhat, do hapje, do horizonte që Allah se jep gjithkujt. Edhe ka një lloj afërsie që e bën muni shumë krenar te Allahu që kaq afër, e jo domethën afër tek pretendimet, fashahada qalbuhu min 'azamati subhanahu wa jalalihi ma yastasghiru ma'hu jami' a'mali. E ke thelbi është se sa herë që e njeh madhështinë e Allahut,
asnjë vepër e tij domethënë nuk I doket e madhe. Elos Allah azza wa jall këtë jetën na mësua me tu çështo. Këtë jetën me nejtën të ç'kjo domethënie. Këtë jetën me nejtën të rrobat e tona të vërteta. Me botobe për gjunohat, me botobe për gabimet. Me nejtë tankon të lyp falje, tankon të ne çtu. Edhe ndoshta kur ti bajsh 40 vjet që s'ka ikni verd, prap thuj unë jam gjunaçari. Edhe kur je I vetëm I qytetin tanë që kërkosh se ti nuk e ka një lloj ibadeti, prap thuj unë jam I gjunaçari. Domthon gjithherë me nejç aty. Si të rish aty, ka shpresë që kam bëu diçka e madhe, ka diçka shpresë që me len Allah çdo Ramazan kam qenë ngjarje veçantë, mirë po nëse robi del pi çsaj, del te çaj rreziku, domethënë që e sheh sikur domethënë Allahu I ka bërë diçka e kjo tu bë shumë për Allahun, e dikush që sisoj e ka raport me Allahun, ky s'është as raport me edukat, as nuk është raport premtues, më po është domethënë raport I keq. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.